Të shtëna mërmë zjarri në Kosovë vritën 2 vëllezër, zbardhen detaje nga krimi rënd. Një krim i dyfisht ka trondittur fshatin Golbovsk në Malishev të Kosovës. Raportohet se viktimat janë vëllezër me njëri tjetrin, ndërsa autori i vrasjes dyshohet të jetë dhëndri familjes banues në komunën e Drenasit. Sipas informacioneve fillestare, viktimat janë të moshave rreth 32 dhe 45 vjeç, të cilët janë qelluar me armë zjarri para shtëpisë së tyre. Ngjarja dyshohet se ka patur motiv familjar, i cili kishte filluar më herët pas palëve. I dyshuari, sipas hetimeve paraprake, ka shkuar në shtëpinë e viktimave për të marrë gruan e tij. Pasi është larguar disa metra, ai është kthyer sërish dhe ka hapur zjarr ndaj 2 vëllezërve që ndodheshin para derës së shtëpisë. Të dy kanë ndruar jetë si pasojë të shtënave, njëri në vendin e ngjarjes e tjetri rrugës. Dyshohet se edhe vllai të dyshuarit kishte pasur konflikte të mëhershme me viktimat, të cilët mund të kenë shkaktuar rëndimin e situatës dhe shpërthimin e dhunës fatale. Policia e Kosovës dhe prokuroria janë në vendngjarje. Trupat do dërgohen për ekzaminim, ndërsa i dyshuari është në kërkim dhe po zhvillohen veprime të shpejta operative për kapjen e tij.